Se si e shikon ti si ekonomist këtë gjë? Çfarë të thotë kjo panoramë? Tani unë jam I zhveshur nga konflikti I interesit në kuptimin që Linda është pjesë e sektorit dhe unë vlerësoj promovimin që I bën. Mendoj që është përsëri një çështje që ha shumë diskutim. Si rregull, norma bazë e interesit, niveli I qeras, dinamika e ndryshimit të çmimit kanë lidhje midis tyre dhe në këtë kuptim mungesa e infrastrukturës publike të organizuar në nivelin e gjithë qytetit, pra nivelin e komunitetit, ka inkurajuar preferencën të dominuar nga çmimi dhe atë që përmend Linda se takon zonave që tashmë janë në proces zhvillimi, janë të tilla që e kanë inkurajuar kërkesën drejt këtyre zonave. Në të njëjtën kohë duhet të thënë që për të kuptuar çfarë ndodh më shumë, ndoshta vlen të shohësh strukturën e blerësve. Kush janë blerësit? Kush janë blerësit? Dhe burimet tërthorta, non se mungojnë studimet, revista Monitores në tjetër ofrojnë në një të dhënë. Pra kategoria. Flasin për kategorinë e blerësve normal që janë qytetarës klasës mesme, nën punës publik që jetojnë me mundin e djersën e tyre, menaxherë në sektorin privat, banka, media e tjerë. Janë persona që kanë fuqi biznesi dhe politike, kryesisht pjesa e oligarkisë dhe pjesa e korruptuar, do thosha, të administratës, janë të huaj ose janë prestanome të shqiptarëve, po që janë në emra të huaj. Pastaj kemi edhe anën tjetër që kemi dhe shitje, kemi dhe shitje të ajrit, siç është rasti I Durrësit apo të tjera të pazhvilluara ende pra. Që janë në zhvillim e sipër, por që këto janë që diktojnë dhe ndikojnë edhe në dinamikën e çmimeve. Dashur pa dashur, tregjet reflektojnë këto çmime, edhe njëkohësisht është edhe elementi spekulativ që nuk duhet neglizhuar. Domethënë janë ndërtuesit që investitorët, janë ndryshime të shpeshta të pronësisë kompanive, lejnë nxjerr dikush, zbatimin e bën dikush tjetër, të shoqërohen me kosto plus që gjithë së bashku shkarkojnë tek blerësi fundor, tek qytetari. Për ekonominë në një këndvështrim si një mjek I ekonomisë, po e quajmë kështu, është kjo një situatë e shëndetshme, është kjo një situatë për të shqetësuar, se ka edhe në ekonomi ka një element psikologjik, kur ai thot dhe po e thot dikush ose disa që në blok me 8.000 euro metri. Dhe kur ti e dëgjon me 8.000 euro metri, disa herë 8.000 euro metri, 8.000 euro metri, kur e shikon pastaj me 3.000 euro metri, kjo 3.000 duket unë përqen transparent me ata që na ndjekin. Këto lloj çmimesh janë shkurajuese për sa takon atij që jeton me mundin dhe djersën e vet. Por ata që merren në biznes nuk janë kaq dorëlëshuar sa të investojnë në shuma të tilla. Pavarësisht se ka udhimset e natyrës para ajo. Sigurisht. Por ne duhet pranojmë që çunat problematik të Londrës, Dubait e të tjerë vazhdojnë të punojnë intensivisht. Amnistia fiskale e shpallur dhe e zbatuar, por pa bazë ligjore, tashmë është evidente dhe ato kulla që lartësohen edhe miliona metra katror që jepin leje, në thelb janë shans për t'i parkuar parat për një ditë më të mirë, por që deformon tregun. Dhe një nga impaktet më të qëndësishme të këtij fenomeni është rritja artificialisht e çmimeve. Është e vërtetë që janë rritë çmimet e lëndëve të para, energjisë, materialeve të ndërtimit, edhe taksat janë rritje, taksa infrastrukturës e tjerë. Kërkesa nga pronarët dhe truat janë rritur. Sigurisht, ata ecën paralelisht. Por në thelb nuk justifikohen çmimet që janë në treg dhe këto ndikojnë negativisht në ekonomi, mbasi mobilizojnë burime të rëndësishme financiare në një fushë ku mund të kishte më shumë të mira materiale me të njëjtin, pra më shumë sipërfaqe banimi dhe biznesi, me të njëjtën para të investuar. Po edhe cilësia e ndërtimit nuk është marramëndse temi drejtë, nuk është se ka një standard. Cilësia e ndërtimit ka shumë diskutim sepse ka përmirësim. Ne duhet ta pranojmë në tërësi ka përmirësim. Po në zona të caktuara. Por do të pranojmë edhe tjetrën që kapacitetet menaxheriale, kapacitetet e ekspertizës, kapacitetet e kontrollit të administratës publike lënë shumë për dëshiruar. Historia me një djegje që bë para 2 vitesh në një zonë të Afrokombinatit në Tiranë, provoj që bashkia vendos vetëm vula dhe bën kontroll dokumentar. Mungojnë inxhinierët, mungojnë kontrollet teknike dhe megjithatë
mungojnë edhe garancitë sa e takon sepse kur qytetari bën një blerje dhe ajo është e licencuar, pra është dhënë leja shfrytëzimit të objektit në fjalë për banim apo për biznes, presupozon që kontrolli që ka të bëjë me ujin, energjinë, akseset e kalimit, ku diun lëndë të përdorura të tjerë janë konform ligjit, konform projektit. Mendoj që cilësinë e ndërtimit e kemi pas ndër vite, këtë e dërgoi edhe Tërmeti, sidomos Tirana nuk është se pati dëm kryesisht, qyteti Durrësit pati për shkak ndoshta të terrenit, por që cilësia e ndërtimit është një armë fort, sidomos në ndërtimet e reja. Është përmirësuar, pra është një fakt i pranuar që është më i mirë nga çka qenë 10 vjet apo 15 vjet më parë me materiale më edhe duken më të bukura. Edhe ekzistuesat i kemi shumë të mira në nivel, le të themi, ndërtimi. Flasim për ekzistueset që janë më pak se 50 vjet, sepse ato mbi 50 vjet po diskutojnë për diçka më tu. Por që pa diskutim ndërtimet e reja janë cilësi shumë e lartë. Arlinda, cila është forma e pagesës kur vjen puna për të blerë një apartament? E vetmja formë e kryerjes së transaksionit të shitjes është banka. Mund të jenë ato lekët fluide që dikush i ka dhe që ne e quajmë me jargonin e përditshëm dhe kreditimi që është rritur vitet e fundit në masë. Pra shumica e blerjeve sot blihet nëpërmjet kreditimit dhe bankat, le të themi, kanë hapur dyert për financime në pasuri të paluajtshme. Po nëse do përmendim pak tregun e qerave. Si është aktualisht? Tregu i qerave ka ecur paralelisht me rritjet e çmimeve, janë rritur edhe çmimet e qeras. Ktu dua të përmend pak platformat Airbnb dhe Booking, duke qenë se për shkak të turizmit vitet e fundit shumë banesa jepen me qera ditore dhe këto kanë zënë, le të themi, një treg të konsiderueshëm të pronave që nuk mund të japi më me qera vjetore ashtu siç ne aplikojmë. Dhe duke qenë se ne kemi pak treg në prona, çmimet atyre që janë rritur automatikisht. Qera vazhdon të jetë në rritje. Kam diçka për të shtuar diçku në këtë rast. Duhet ta pranojmë që përdorimi në këtë mënyrë i apartamenteve pra me Airbnb ka nxitur informalitetin dhe ka shtyrë qeverinë drejt masave represive, siç është kjo e fundit për hotelet që detyrohen të faturohen pavarësisht se sa klientel kanë të regjistrohen 65% e tjerë dhe në të njëjtën kohë duhet kuptojmë diversifikimin që ka hapësuar edhe tregu i turizmit me turizmin mjekësor, seksual dhe të tjera.